Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga tavat plot shije, verore, të shëndetshme dhe përgatitet mjaft lehtë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Do na nevojitën 5-6 patollxhan, varet se sa të mëdha i kemi. I lajmë shumë mirë dhe i ndajmë në 2 pjesë. Do t'i largojmë pjesën e mesit me kujdes me ndihmën e një thike. Gjithashtu nga ana poshtë do t'i presim pak duke a hequr pak lëkurën në mënyrë që kur t'i vendosim në tavë, ato të vendosen dhe të qëndrojnë mirë, ja kështu si shihni në video. Dhe do t'i vendosim në tavë. Do shtojmë pak vaj dhe do t'i pjekim për pak minuta në 220 gradë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Se mos harroj, para se t'i vendosni për t'i pjekur, do shtoni dhe pak krip. Ndërkohë që patollxhanët pishen, në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që ju përdorin në kuzhinë, një qep të madhe të prerë holl, mesin e patollxhanëve që do t'i presim në copa të vogla, 3-4 speca dhe do vazhdojmë skuqen derisa ato të zbuten plotësisht. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Do shtojmë 4 domate, të cilat unë i kam prerë holl dhe kam hequr edhe lëkurën. Do vazhdojmë skuqen për pak dhe do shtojmë erzat. Erzat janë sipas dëshirës, unë kam shtuar krip, pak veget, hudhër, piper të zi dhe spec të kuq. Do vazhdojmë skuqen derisa domatja të zbutet plotësisht dhe perimet të lidhen në shije me njëra tjetrën. Këtë recetë mund ta përgatisni, edhe me mish të grirë, por unë këtë radhë e kam përgatitur pa mish, pasi djali nuk e konsumon me mish të grirë. Ndërkohë edhe patollxhanët janë pjekur, ja kështu duhet pjekja, pa i tjekur, pra sa të zbuten patollxhanët, do t'i mbushim me masën që përgatitëm. Ndërsa pjesën e mbetur do ta vendosim në hapësirat mes tyre që kanë ngelur. Do të shtojmë një gotë ujë dhe do t'i pjekim në 220 gradë, mua më morën rreth 20 minuta. Pjekja varet nga thoba që ju keni. Pak minuta para se ta heqim, pra të jetë bërë pjekja, ne do shtojmë djathë të bardhë. Kjo është sipas dëshirës, por në familjen time preferohet shumë. Vendosim pak djathë të bardhë, i kthejmë dhe 2-3 minuta, i lëm ashtu në nxehtësinë e sopës që kishin kur i nxorëm dhe tava është gati. Bëhet fantastike. Unë ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit.